Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Nga komponentët më të rëndësishëm të check-upeve të kontrollit laboratorik të viteve të fundit, duke filluar që në adultët e të dy gjinive e më pas, është ajo analizë që quhet stresi oksidativ. Nga këndvështrimi i personit, i cili ka të integruar këtë analizë në check-upin e vet, është një analizë e thjeshtë si të gjitha analizat e tjera të gjakut, por që mjeku që ju ndjek i jep shumë informacion. Kush është informacioni? Kjo analizë përbëhet nga dy komponentë. Radikalet e lira, të cilët janë produktet metabolike apo produktet mbeturina që nxjerr qeliza në fund të gjithë proceseve që ajo kryen, dhe antioksidantët, të cilët as njansojnë apo vrasin radikalet e lira, të cilët ne i marrim nga një regjim ushqimor i shëndetshëm. Disekuilibri në favor të radikaleve të lira për shumë vite çon që organizmi të jetë më i prekshëm dhe më herët ke sëmundjet kronike, siç janë diabeti, sëmundjet e zemrës, hipertensioni, sëmundjet neurovegetative apo edhe ato kancerogjene. Dhe kundërta, pra balanca në favor të antioksidantëve, kur ne kemi një regjim ushqimor të shëndetshëm, do na çojë në evitim apo minimizim apo shtyrje në kohë sa më vonë të atyre që quhen sëmundje kronike. Kjo analizë jep shumë informacion për mjekun që ju ndjek, i cili merr masa duke rregulluar regjimin ushqimor, duke kaluar në një regjim ushqimor mesdhetar antiinflamator, padyshim duke e kombinuar me aktivitetin fizik, por edhe duke e suplementuar organizmin që të shtojë potencën e antioksidantëve. Nga i marrim ne antioksidantët, i marrim nga të gjitha frutat dhe perimet e stinës, dhe gjithmonë që personat ta kenë më në fokus këtë gjë, gjithmonë i themi, sa më të errta, sa më shumë ngjyra të kenë perimet dhe frutat, aq më shumë antioksidant marrim ne nga regjimi ushqimor. Pra, antioksidantët, rruga ideale është marrja nga regjimi ushqimor. Kur organizmit i duhen më tepër, padyshim suplementohet me suplemente shtesë.